Pas 3 mandateve të njëpasnjëshme, Fatmir Dehari nuk do të jetë më kryetari i Kërçovës. Në rrethin e dytë të lokaleve, fitues doli Aleksandr Jovanovski VMRO-DPMNES me një diferencë prej 2020 votash. Në paraqitjen e tij, Jovanovski tha se gjatë mandatit të tij nuk do të bëjë asnjë lloj ndarje etnike, politike apo fetare. Vi go naполнихте срцето со тоа што ми дадовте доверба. Не гласавте за мене како за македонец, гласавте за мене како за човек. Гласавте за како човек што ќе ви пружи подобра иднина. И верувајте, уште од утре тоа ќе се случи. Ќе почувствувате кој е вашиот брат, кој е вашиот комшија, кој е вашиот доктор, кој е вашиот градоначалник. Никаква нема да правам етничка, политичка, ниту па верска разлика. Ние сите сме кичачани, живееме тука со векови и сакаме да ни биде убаво. Pak para përfundimit të numrit të votave, mbrëm Dehari u deklarua se rezultatet e zgjedhjeve lokale nuk janë të kënaqshme. Të dashur qytetarë shumë të respektuar mërgjimtar, duke qenë thellësisht mirënjohës për mbështetjen tuaj të parezervë ndër vite, ju falenderojmë me përulësi dhe me zemër të hapur. Uroj që i Madhi Zot ju bekoj ju dhe familjet tuaja me shëndet e mirësi. Rezultatet e zgjedhjeve lokale për qytetin ton nuk janë të kënaqshme, por ju lus për qetësi, durim dhe mirëkuptim. Jovanovski mori gjithsej 4228 vota, ndërsa Dehari 12208.